Sekretare amerikane e sigurisë kombëtare me mesazh nga burgu i El Salvadorit për gjithë ata që hynë ilegalisht në SBA. Sekretare e sigurisë kombëtare Kristi Noem vizitoi të mërkurën burgun e sigurisë së lartë të El Salvadorit, ku venezuelanët, të cilët administrata e Trump pretendon se janë anëtarë të bandës, janë mbajtur qysh nga largimi i tyre nga Shtetet e Bashkuara. Turneu përfshinte 2 blloqe qelish të mbushura me njerëz në një njësi izolimi. Udhëtimi i Noem në burgun ku të burgosit mbushin qelit dhe nuk lejohen kurrë jashtë vjen pasi administrata Trump kërkon të tregojë se po deporton njerëzit që i përshkruan si më të këqinjtë të këqive. Administrata Trump po argumenton në gjykatën federale se ishte justifikimi dërgimi venezuelanëve në El Salvador, ndërsa aktivistët drejtave të njerëzit thonë se zyrtarët i kanë dërguar ata në burg të mbushur me abuzime të drejtave të njerëzit. Në burg Noem vizitoi një zonë ku mbashin disa nga venezuelanët e akuzuar si anëtarë të bandës. Në ndërtesën e mbushur, burrat me bluza të bardha, pantallona të shkurtra shikonin të eshtur nga qelia e tyre pa bërë, ku në dolin nga ndërtesa, burrat mund të dëgjoheshin duke kënduar një këngë në një blok qelish që mbante të burgosur salvadorian. 10 u arrestuan nga rojet pranë pjesës së përparme me qelisë të tyre dhe i thanë të hiqnin bluzat dhe maskat e fytyrës. Burrat ishin mbuluar me tatuazhe, disa me shkronjat MS për bandën Mara Salvatrucha. Në gjoks, disa pasi dëgjoi zyrtare salvadoren, Noem e ktheu shpinën në qeli të regjistroi një videomesazh. Nëse një emigrant kryen një krim, kjo është nga pasojat me cilat mund përballen ta. Noem, së pari, mos vini në vendin tonë ilegalisht, do të largoheni dhe do ndiqeni penalisht, por dini se ky objekt është nga mjetet në paketën tonë të mjeteve që do përdorim nëse kryen krime kundër popullit amerikan, shtoi ajo.